ditë, nesër është e hënë. Jo vetëm unë, por shumë njerëz mezi del gjumi të hënës, ditën e hënë. Si e shpjegon dituria vedike këtë aspekt? Po, atëre natyra ka ritmet e saja. Dhe ashtu si lëviz dielli, hëna, yjet në mënyrë natyrale, apo jo? Po. Tani ka një ritëm dhe neve duhet që të jemi të harmonizuar, të mos mërzitemi asnjëherë, të jemi plot me energji, duhet që të harmonizohemi me ritmin e natyrës. Po. Ditët e sotme neve jemi kundra ritmit të natyrës. Po. Sepse, për shembull, dita është për shembull të shtunave. Dita e shtunë zotërohet nga Saturni. Po. Okay? Që është perëndia e disiplinës, energjia e disiplinës. Dhe pra ditën e shtunë mirë është që të rrim pushim, të mos bëjmë shumë gjëra. Dhe çfarë bëjmë ditën e shtunë? Çfarë bëjnë të rinjt? Pin. Dalin, pin alkool, domethënë disiplina zero. E diela zotërohet nga dielli dhe quhet dita e parë. Dita e parë, dielli ti sa shef diellin ke energji, do të bësh këtë, do të ke energji, dhe aktive, si më thënë. Dhe hëna është dita, hëna zotërohet nga hëna. Po. Prandaj që diela zotërohet nga dielli. Po. Hëna zotërohet nga hëna, dhe hëna është dita e dytë, pra nuk është dita e parë. Aha. Dita e dytë. Prandaj jemi pak si Kurse mezi, do në të ditët e sotme hëna ne shohim si dita e parë, gjithë fillojnë punën, fillojnë shkollën, si robot. Pra i nuk është natyra. Kështu. Pra nuk është e natyrës. Ritmi i natyrës nuk, nëse ne shkojmë kundër ritmit të natyrës, atëherë ka pasoja negative. Vuajtje, lodhje, mërzitje, mundime. Pra, dita e diel është dita e parë, dita e hënës është në fakt dita e dytë. Pra, kjo qenë karsja. Kurse në ditët e sotme ne shohim hënën si ditë të parë. Pra, nuk jemi fare një me ritmin e natyrës. Faleminderit, shumë bukur.